Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Falenderojmë Allahun, salavatet për shëndetjet e dërguarit Muhammedit alayhis salam, lutim Zotin xhalla xhelalu që të mirat e Allahut jemi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lutim Zotin që në këto ditët e para të agjerimit Allahut na pranon lutjet tona, na pranon agjerimet tona dhe sigurisht të nderuar vëllezër besimtar dhe besimtare, motra të nderuara, ne duhet të mësojmë se si të jetojmë me rregullat e të cilat përkasin suneteve të agjerimit ton në muajt Ramazanit. Çka duhet të bëj agjeruesi prej gjërave të cilat me të vërtetë të pajiset dhe të jetë i gatshëm të vepron dhe të punon sipas tyre. Ndër këto gjërat që përbëjnë që janë rregulla të vlefshme dhe të dobishme nga sunetet e pejgamberit alayhis salam është edhe syfyri. Për syfyrin flitet shumë, se është një moment shumë me rëndësi, shumë i vlefshëm. Zoti e ka ngritur, Zoti e ka lavdruar, ku shembull ne duhet të i përmbahemi asaj që ne si agjerues duhet të ngritemi dhe të përgatitemi për agjerimet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka." Bëni syfyr se me të vërtet nga syfyri ka begati dhe bereqete të mëdha. Po ashtu edhe një thonjë tjetër thot: "Faslu ma bejna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklat as-suhur." Domethënë dallimi apo ndarja mes agjerimit ton dhe agjerimit të iftarëve të librit është syfyri. Pra kështu na ka dalluar Allahu xhalla shanu nga agjerimet e iftarëve të librave të cilët edhe ato pretendojnë dhe shprehin se kanë një lloj agjerimi. Prej gjërave të cilat na bëjnë që të kemi më të vlefshme për të agjeruar është për të bërë syfyr është hurmeja, të cilën është mirë ta praktikojmë në ushqimet tona. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ni'ma as-suhuri al-mu'mini at-tamru." Më e miri syfyr apo ushqimi i syfyrit për besimtarin dhe besimtarën është hurmeja, me të cilën është begati edhe kënaqësi me e praktiku në agjerimet tona, pra duke ngrënë edhe syfyrin ton. Po ashtu edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam mësojmë se me të vërtet Allahu edhe melekët e Zotit lutën për ata agjerues të cilët ngrihen në syfyr dhe hajnë ushqim për ta filluar agjerimin e tyre. Që thot pejgamberi alayhis salam: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Me të vërtetë Allahu edhe melekët e tij luten për ata agjerues të cilët ngriten edhe hajnë ushqim në syfyr. Tjetra gjë të cilën është mirë me ditën tek syfyri apo ushqimi në syfyr është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me e shty syfyrin, me e shty deri në momentet e fundit, siç tregon në një hadith transmetuar nga Enesi radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Zeid ibn Thabit kishin ngrënë syfyr dhe pastaj kishin dalur për ta falur namazin e sabahit. Dhe në këtë moment Enesi e pyet Zeid ibn Thabitin se sa kohë kishte mes syfyrit edhe faljes së namazit që ju e praktikuat në syfyr. Ky ju përgjigj, koha e ndarjes mes syfyrit edhe namazit të sabahut dikund thot se sa 50 ajete për të lexuar. Prandaj të nderuar agjerues, këtu është fjala që për ta shtyer syfyrin deri në momentet e fundit, jo për të shkelur normat apo rregullat fetare të cilat mund të ndikojnë në humbjen e agjerimit, sidomos prej atyre të cilët e presin deri në momentin e fundit në thirrjen e ezanit dhe nuk e ndërprejnë ushqimin e tyre. Pra, para se të thirret ezani, para se të hynë koha e thirrjes së ezanit, është mirë që të ndërprejmë agjerimin ton. Pastaj prej sunneteve
të agjerimit është dhe sufyrit është edhe të iftarit është të më thonë që iftarin ta bëjmë sa më shpejt. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la tazalu nasu bi khairin ma ajjalul al-fitr. Pra do të jenë agjeruesit, besimtarët të cilët agjerojnë Ramazanin apo muslimanët do të jenë në udhën e drejtë, në rrugën e hajrit, atë derisa do të thonë edhe agjerimin iftarin e tyre e përshpejtojnë. Pastaj një prej gjërave që vlen të përmendet iftari është se iftari është mirë të ngrëhet me njëherë mas, të më thonë, hyrjes së kohës, mas hyrjes së kohës, dhe pastaj të falemi, njëherë të bëjmë iftar dhe pastaj të falemi, kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kana Rasulullah yaftir ala rutabat qabla an yusalli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas pari ka bëu iftar me hurme edhe me gjëra tjera, ato që i kanë mundësuar për të bërë iftarin dhe pastaj e ka fal namazin e akşamit. Që do të thotë se edhe iftari është i lavdruar që ne në iftaret tona të kemi të mundshme të bëjmë me hurme e pastaj edhe me ushqime tjera. Kjo është me thonë një këshill e cila vlen për agjeruesit për ta kuptuar rëndësinë e syfirit edhe rëndësinë e iftarit. Lutim Zotin Gjellëshanu që duke mësuar nga hadithet e pejgamberit alayhis salam se si të veprojmë, të mundohemi që të i praktikojmë në përpëkri këto momente të vlefshme dhe të rëndësishme me vlera të mëdha, që mos na dështoj asgjë nga ato shpërblime dhe të mira të cilat Allahu na ka premtuar në syfyret tona, po ashtu edhe në iftaret tona. Lutim Allahun që të na bën agjerimet tona të pranuara dhe të na falë, të na mëshiron dhe të na begaton me begatitë e xhenetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.